Në rast të tragjedish, mënyra se si veprojnë institucionet tregon shumë për pjekurinë e sistemit. Një krahasim mes tragjedisë në Crans-Montana në Zvicër dhe asaj në Koçan në Maqedonin e Veriut ka nxjerrë me pa diferenca të dukshme në qasjen ndaj menaxhimit të ngjarjeve. Profesori universitar dhe juristi Jesefullah Osmani thekson se sistemi ynë juridik shpesh e kërkon fajin sipas interesave, ndryshe nga praktika europiane bashkëkohore, si ajo zvicerane, ku fajtorët kërkohen aty ku veprimet kanë ndodhur. Në aspekt procedural, do të thënë, prokuroria atje e kërkon fajtorin aty ku është. Kurse neve kërkojmë fajtorin aty ku duam ne. Kjo është diferenca kryesore që na dallon neve si shoqëri dhe sistem juridik me atë që është një traditë juridike zvicerane që është shumë evropiane, është shumë bashkohore, shumë e saktë. Profesor Osmani shton se në rastin e tragjedisë në Koçan, më shumë u bë gjueti shtrigash se sa hetim, gjërsa shpreson që Maqedonia të merr shembull nga mënyra e hetimit në Zvicër. Neve kërkuam fajin aty ku deshëm, edhe duke gjuajtur shtriga, duke kërkuar fajtorin te ministrat, te njerëzit që kanë pas kompetenca shumë herët, kurse ato kërkojnë te inspektorati, te menaxherët udhëheqës të korporatës, te faktorët të drejt për inicimin e zjarrit, më thënë, kështu duhesh e bërë edhe në rastin tonë, edhe unë uroj që edhe në rastin e Koçan. Hetuesit zviceran, mendimin e ekspertëve për sigurinë nga zjarri, ngadalë po e bëjnë mozaikun e tragjedisë. Pyetja kryesore nuk është vetëm se çfarë shkaktoi zjarrin, por pse u përhap kaq shpejt dhe me pasoja kaq vdekje prurëse. Sipas gjetjeve fillestare të hetimit, shkaku i katastrofës ishte piroteknika e vendosur mbi shishet e shampanjës, të cilat ndezën tavanin e izoluar me poliuritan. Pronari i barit ka thënë se objekti kontrollohej rregullisht dhe gjithçka ishte sipas rregullave, por video më të vjetra zbulojnë se praktikat e rrezikshme me fishek zjarre ishin pjesë e shohut të zakonshëm në këtë bar vite më parë.